Të dashur koleg, ju paraqes të gjitha variantet e mundshme të fetuseve të bashkuara. E shihni, i pari është diprosopusi, me 2, një trunk të vetëm, 4 gjymtyr, 2 koka ngjitri. Ky është dicefaloni paropag, në të cilin shihni 2 koka, një toraks të bashkuar dhe 4 gjymtyr. Këtu e shihni paropagun disorachik. E shihni këtu kraniopagusin në të cilin janë bashkuar në nivelin e kokës, ky pikopagus, të cilët bashkohen në nivel të legjenit. Rachiopago, në të cilin ato bashkohen në nivel shtyllës kurizomer. Omfalopagu, i cili është më i shpeshti, në të cilin ato bashkohen në nivelin e aparatit abdominal. Ruazat toracolumbare, në të cilat bashkohen në nivelin e toraksit. Cefalopagu, i cili është ndryshe nga diprosopusi, sepse shihni që ka 4 gjymtyr të poshtme dhe 4 gjymtyr të sipërme. Dhe pastaj shihni iskiopagun që janë të bashkuar në nivelin e legenit. Fetus in feto është diçka krejtësisht tjetër. Është një anomali e rrallë e zhvillimit embrional, ku indet që formojnë një fetus rriten dhe diferencohen brenda trupit të binjakut të tij, duke e formuar kështu grumbuj të ndërlikuar të indit fetal. Brenda një kapsule që ndodhet në një organ. Kjo ndodh në çdo 500.000 raste lindjesh dhe është krejtësisht rastësore. Po jo gjithmonë, pothuajse gjithmonë është kështu. Por mund të vërtetohet lehtësisht se në pjesën më të madhe të rasteve është një kist krejtësisht banal brenda barkut, që as nuk mund ta shohim dot qartë sepse shpesh herë e ngatrojmë me një kistë të thjeshtë, mezenterike, dhe pastaj shohim që një syth fetal rritet dhe zhvillohet brenda ose mund të lokalizohet në nivelin sakrum, në nivelin gonadal, rrallë në nivelin kranial. Vendodhje tjera përfshin qafën, gojën, gjoksin, mediastinumin dhe fetusin. Mund të vërehen struktura anatomike, si një shtyllë kurrizore e vogël, një kraharor i vogël, një syth i një gjymtyre. Strukturat që janë të pranishme janë shumë të vogla, por tregojnë një rritje të lehtë biometrike gjatë shtatëzënisë. Bëhet fjalë për një shtatëzëni binjake tipike, ku një pjesë e qelizave staminale të një blastocisti lokalizohen mes qelizave. Formohen më shumë embrione dhe vazhdojnë diferencimin në mënyrë të pavarur. Në raste shumë të rralla, si ai që do t'ju paraqes, mund të vërehen dublime të plota të organeve të kraharorit dhe tjerave. Siç do të shihni në rastin në fjalë, do të shihni 2 zemra, shumë zona të mushkrive dhe 8 gjymtyr. Diagnoza me ultratinguj për gjitha rastet. Më të shpeshta, ato ku ka një cistë të vogël, abdominale, kraniale ose sakrale, është shumë e vështirë dhe pothuajse e pamundur sepse janë shumë të vogla dhe zakonisht njihen në 3 mujorin e 3 të vonë ose madje pas lindjes. Në pothuajse të gjitha rastet, kjo ndodh pas lindjes dhe vërehet qartësisht përmes pranisë së kësaj mase që rritet. Pastaj kryhet një ekzaminim me rezonancë magnetike, skaneri ose një radiografi dhe shihet që brenda ka një kockë të vogël, një shtyllë kurrizore dhe elemente të tjera organike. Sigurisht, në rastin në fjalë, anomalitë e gjymtyrave janë aq të dukshme sa e bëjnë të lehtë diagnozën prenatale. Tani do t'ju tregoj në detaje një rast mjaft të ngjashëm me atë që do të shihni së shpejti, i parë nga unë shumë vite më parë në karrierën time, ku mund të vëreni qartësisht një kokë të vetme, një trunk të vetëm, por shihni 4 gjymtyr të sipërme të plota dhe 4 gjymtyr të poshtme në këtë rast. Siklot, ajo që do të shihni është e ngjashme. I dashur dhe i nderuar koleg, rasti që po sjell në vëmendjen tënde është shumë i veçantë dhe jashtëzakonisht i rrallë. Kjo ndodh afërsisht vetëm një herë në çdo 500.000 raste lindjesh dhe quhet fetus in fetu, që duhet të dallohet nga një fetus i bashkuar, për të cilin keni dëgjuar më parë në prezantim. Vëzhgoni mirë, ka vetëm një kokë.
tek kjo kokë nuk do të ndalemi për të vlerësuar anatomisë. Sepse ajo që dua t'ju theksoj është të vini re që fetusi lëviz shumë, dhe këtu pas pak do të vini re skoliozën që është e pranishme. Pra kemi këtë shenjë të dytë, një kokë normale dhe një skoliozë. Dhe do të shihni më pas një trunk shumë atipik dhe do të shihni një numër të madh gjymtyrësh. Dhe tashmë po i shihni këtu. Një gjymtyrë e sipërme, për të cilën do të bëjmë biometrinë që do të rezultojë normale për moshën gestacionale të shtatzënës, që është rreth 15 javë. Dhe tani do të ndalemi tek koka. Ku shihni talamuset, ku shihni pleksuset koriode. Dhe tani vini re me kujdes fytyrën, për një çast të shkurtër keni pa fytyrën dhe mund të dalloni gjithashtu zgavrën e septumit pellucid. Dhe do të kryejmë vetëm biometrinë për të vlerësuar që biometria është normale. Nuk do të ndalemi shumë tek anatomia, përveç se për t'ju thënë që është normale, por ja ku është momenti kur duhet të shikosh. Në nivelin e gjoksit mund të vëreni qartë se po rrahin dy zemra të vogla dhe i shihni ato pranë njëra tjetrës ngjitur me zemrën tuaj. Fushat e mushkërive. Pra, shikoni me kujdes një zemër sipër, një zemër poshtë dhe aty është një urë, e shihni midis dy strukturave. Vëzhgojeni me kujdes sepse është jashtëzakonisht e rrallë ta shihni këtë. Vini re me kujdes gjithmonë të dyja zemrat, dyja triumet e sipërme kardiake, të cilat po i vëzhgoni edhe një herë tani. Për sa i përket skoliozës, tani shikoni me kujdes këtë kraharor që zgjerohet dukshëm në nivelin e barkut. Dhe vini re praninë e shumë gjymtyrëve të tjera, vërtet shumë gjymtyrë, të cilat janë të gjitha të formuara plotësisht normalisht. Po, të gjitha. Të karakterizuara nga një lëvizshmëri e mirë. E pat, mes dy gjymtyrëve të poshtme është shfaqur tashmë një i tretë, prandaj vëzhgoni gjithmonë me shumë kujdes skoliozën. Vëzhgoni lëvizjet specifike që janë bërë dhe që po ndodhin aktualisht dhe do të vini re qartë këtë zgjerim të madh të kraharorit drejt zonës së barkut, si dhe praninë e këtyre, le të themi, 4 gjymtyrëve të ndryshme, sigurisht. Për shkak të moshës teje të vogël të subjektit, e kemi plotësisht pamundur të studiojmë detaje kockat anatomike të legenit. Këtu shihni që ka vetëm një fytyrë dhe këtu shihni pjesën biorbitale. Dhe ne nuk do të ndalemi as pak këtu, sepse ajo që unë dëshiroj vërtet është t'ju tregoj, ashtu si të sapo e pat për një moment një vesh, t'ju shpjegoj më mirë normalitetin e kraharor, bark dhe sidomos në gjymtyrë. Dhe po ndalem t'ju tregoj sërish gjymtyrët. Për momentin keni parë këtu 3 këmbë. Në të vërtet janë 4, sepse natyrisht nuk mund t'i kapim të gjitha bashkë. Dhe shihni që boshti i këmbës është normal dhe shihni këtë aspekt të veçantë të kraharorit. E pat fshikëzën e urinës, në fund gjithmonë shihni shtyllën kurrizore. Atëherë, çfarë duhet të themi? Është absolutisht e domosdoshme që mjeku t'ia shpjegojnë detaje gruas shtatzën, rrezikshmërinë e lartë dhe pasojat fatale që mund të sjellë kjo patologji në mënyrë që ajo të jetë plotësisht e informuar për situatën. Dhe natyrisht duhet të bëhet këshillimi nga specialisti, neonatologu dhe kirurgu dhe ortopedi, i cili do ta informojë se kjo patologji është e papajtueshme me jetën. Vini re gjithmonë këtë numër jashtëzakonisht të madh të gjymtyreve që po shihni tani, lëvizjet e shumta që ndodhin vazhdimisht, pjesën e barkut dhe të gjithë zonën e abdomenit që është plotësisht i mbyllur. A e pat mirë këtu? Po këtu? Shihni gjymtyrët e sipërme dhe faleminderit. Dhe po përfundojnë hetimet e fundit, prandaj duhet kemi shumë respekt për gruan shtatzën, vërtet shumë respekt. Për sa i përket fetusit, është e rëndësishme të komunikohet papajtueshmëria me jetën jashtë mitrës dhe të kërkohet menjëherë një konsult gjenetike specializuar, e cila do të informojë prindrit se nuk ka ndonjë aberacion të veçantë kromozomik në këtë rast. Në këtë rast specifik, kemi edhe mendimin e kirurgut pediatrik, i cili do të thotë qartë se kjo anomali nuk mund të korrigjohet dot.
Vazhdoni të shikoni me vëmendje këto imazhet e fundit. Këtu po ju tregoj të gjithë këtë numër jashtëzakonisht të madh gjymtyrësh që janë të pranishme. Këtu shihni qartë që organet gjinitale janë të gjinisë femërore dhe këtu shihni lëvizjet e tyre. Shpresoj vërtet shumë me gjithë zemër që ky rast këtë qeni dobishëm për rritjen tonë profesionale. Ja ku janë gjymtyrët e sipërme, lëvizjet e rregullta. Faleminderit për vëmendjen.